Ai humbi gjithçka pas një tradhtie dhe nuk shihte më arsye për të vazhduar. Por në vajzë e vetmuar, duke shitur lule letre nën shi, ja ndryshoi rrjedhën e jetës. Së bashku, ata do të përballeshin me një armik të fuqishëm, me zgjuarsi, guxim dhe një premtim për shpëtim. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Shira binte me rrëmbim atë natë të enjte në Tiranë. Rrugët e bllokut shkëlqenin në dritën e verdhë të shtyllave, duke pasqyruar qiellin e ngarkuar që nuk pushonte prej orësh. Artan Hoxha ecte pa drejtim, me duart futur në xhepat e palltosë së vjetër, duke ndier ujin e ftohtë që i rrifte në përfytyrë. Nuk i bëhej vonë. Prej muajsh, pak gjëra kishin më rëndësi. Kishte një kohë kur Artani ishte një emër i respektuar. Një mbiemër që hapte dyert e restoranteve më të mira të qytetit, që siguronte vende në rreshtat e parë të eventeve bamirëse, që i bënte sekretarët të përgjigjeshin telefonatave me nderim. Artan Hoxha ishte bashkëthemelues i Hoxha Leka Investime, një nga kompanitë më të mëdha të menaxhimit të pasurive në vend. Ai firmoste kontrata milionere, negocionte me fonde ndërkombëtare, ndërtonte perandori financiare ndërsa pinte kafe në zyra me xhama në majtë të qiellgërvishtësve. Jeta e tij përbëhej nga shifra, grafik, baste të llogaritura dhe fitore të vazhdueshme. Deri kur gjithçka u shem. Tradhtia erdhi nga brenda. Genc Leka, partneri i tij për më shumë se 15 vjet, njeriu që ai e konsideronte vëlla, kishte kurdisur një skem sa të sofistikuar, aq edhe mizore. Dokumente të falsifikuara, llogari fantazm, transferta në parajsa fiskale, investime fiktive. Gjithçka e planifikuar me përpikëri për të zhvatur miliarda, duke ja hedhur fajin Artanin. Kur skandali shpërtheu në media, ishte emri i Artan Hoxhës, ai që u shfaq në titujt kryesor. Ishte ai që u përball me kamerat, me gjyqet, me tërbimin e investitorëve të mashtruar. Genci, me elokuencën e tij të rafinuar dhe avokatët e pamëshirshëm, arriti t'ia hidhte paq. Madje, doli nga historia si viktim, si partneri i tradhtuar që pati guximin të denonconte. Artani humbi gjithçka. Kompanin, apartamentin 300 metra katror pranë liçenit artificial, makinën e shtrenjtë, llogaritë bankare të bllokuara nga drejtësia. Humbi miqt që u zhdukën si tymi kur parat avulluan. Humbi gruan, e cila kërkoi divorcin para se të mbaronte gjyqi, duke marrë me vete pjesën më të madhe të asaj që kishte mbetur. Dhe humbi, mbi të gjitha, veten. Tani, në moshën 52 vjeçare, Artani jetonte në një apartament 40 metra katror në La Prah. Një vend i thjesht, me mobilje të vjetra, mure të qëruara dhe një dritare që shite nga një mur gri. Ai flinte pak, hante edhe më pak dhe i kalonte ditët mes vizitave mjekësore dhe ilaçeve për të kontrolluar tensionin që i ngrihej në çdo moment. Mjeku e kishte paralajmëruar, nëse nuk ndryshonte, zemra nuk do të duronte. Por çfarë të ndryshonte? Për çfarë? Bota që Artani njihte nuk ekzistonte më. Dhe ai, të paktën Artani që ekzistonte më parë, gjithashtu jo. Ishte në një nga këto ecje pa kuptim, në shiun që lante qytetin, kur e pa për herë të parë. Ishte një vajzë e vogël, duhet të ishte rreth 8 ose 9 vjeç, e ulur mbi një copë kartoni në kryqëzimin e rrugës Ismail Qemali me rrugën Pjetër Bogdani. Ajo mbante një kuti këpucësh ku kishte ekspozuar figura të vogla origami, zogj, lule, flutura. Palosjet ishin delikate, pothuajse perfekte, por ishin bërë qull nga shiu që nuk pushonte. Vajza kishte veshur një xhup shumë të hollë për të ftohtin, atlete të grisura dhe flokët gështenji i kishte ngjitur pas fytyrës së lagur. Sytë e saj të errët ndiqnin kalimtarët e pakt që kalonin me nxitim, por ajo nuk kërkonte asgjë. Vetëm vëzhgonte. Artani ndaloi. Nuk e dinte pse. Ndoshta ishte mënyra se si ajo i shikonte njerëzit, me një intensitet të çuditshëm për një fëmijë. Ndoshta ishte shiu që binte shumë fort për dikë kaq të vogël që të ishte vetëm në rrugë. Ndoshta ishte thjesht zbrazëtia brenda tij që kërkonte diçka, çfarëdo qoftë, që ta bënte të ndjente se ishte ende njeri. Ai u afrua ngadalë. Vajza ngriti sytë dhe e pa. Nuk kishte frikë aty, as lutje. Vetëm një vlerësim i heshtur, sikur po llogariste nëse ja vlente të priste që ai të thoshte diçka. Artani tregoi me gisht një nga origamit, një zog blu. Zëri i tij doli i ngjirur, sikur kishte kohë pa folur me njeri. Sa kushton?
Ajo hezitoi. 500 lekë. Ai futi dorën në xhep dhe nxori një kartëmonedhë 1000 lekëshe. Mbaje kusurin. Vajza i mori parat, por nuk e falenderoi. Vetëm i zgjati zogun prej letre dhe vazhdoi ta shikonte, sikur priste që ai të largohej shpejt. Artani mbeti në vend duke mbajtur origamin e bërë qull. Shiu binte mbi të dy dhe për një arsye që ai nuk e kuptonte, nuk mund të lëvizte. Ke ngrënë sot? Pyetja i doli para se të mund të mendonte. Vajza nuk u përgjigj menjëherë. Sytë e saj u ngushtuan dyshues. Pse? Sepse po bie shi dhe është vonë. Artani pa përreth. Rruga ishte pothuajse bosh. Ka një gjelltore aty në qoshe. Eja. Ajo tundi kokën. Nuk ka nevojë. E di që nuk ka nevojë. Artani pshertiu. Ishte i lodhur, i lagur dhe dhimbja e kokës që e kishte munduar gjithë ditën filloi t'i shtohej. Por unë do të ha diçka dhe nuk dua të ha vetëm. Kështu që më bën një nder nëse vjen me mua. Ishte një argument i çuditshëm dhe ai vetë e dinte këtë. Por vajza, pas një heshtjeje të gjatë, mblodhi gjërat e saj, futi kutinë nën sqetull dhe u ngrit. Ajo ishte edhe më e vogël në këmbë e imët, me një qëndrim që përziente dyshimin dhe një dinjitet të çuditshëm. Ata hynë në gjelltoren e vogël në qoshe. I Zoti, një burr i shkurtër me mustaqe të thinjura, i pa shtrembër, por nuk tha asgjë. Artani mori një tabaka dhe i bëri me shenjë vajzës të zgjidhte çfarë të donte. Ajo mori oriz, fasule, një kofsh pule dhe sallatë. As ëmbëlsirë, as lëng. Vetëm gjërat bazë. Artani zgjodhi pak gjëra për vete dhe pagoi në ark. U ulën në një tavolinë në cep. Vajza hante ngadalë, por me metodë, duke përtypur çdo kafshat sikur donte të shijonte deri në kokrën e fundit të orizit. Artani vetëm vëzhgonte, duke luajtur me pjatën e tij pa dëshirë. Dhimbja e kokës shtohej dhe ai e dinte se duhej ta kishte pirë ilaçin para se të dilte. Si e ke emrin? E pyeti ai. Ajo ngriti sytë. Marina. Marina si? Vetëm Marina. Artani tundi kokën. E kuptonte. Kur jeta shembet, ndonjëherë edhe mbiemri duket shumë i rëndë për t'u mbajtur. Unë jam Artani. E di. Ai rudhi vetullat. Ti e di. Të pash fytyrën në televizor. Ka kaluar ca kohë, por më kujtohet. Artani ndjeu një shtrëngim në stomak. Edhe një fëmijë rrugë e njihte njeriun që ishte quajtur mashtrues në televizion kombëtar. Ai uli syt, pa ditur çfarë të thoshte. Marina vazhdoi të hante. Ti nuk e bëre atë që than, apo jo? Pyetja e kapi Artanin në befasi. Ai e pa, i pa besuar. Si e di ti? Ajo ngriti supet. Ti nuk ke fytyrë hajduti. Ke fytyrë njeriu të vjedhur. Ishte e thjeshtë. Ndoshta shumë e dukshme. Por askush gjatë gjithë këtyre muajve nuk ja kishte thënë këtë. Askush nuk e kishte besuar. Dhe tani, aty, në një gjelltore të lirë, një vajzë rruge që mezi e njihte ishte në gjendje të shite diçka që pjesa tjetër e botës e kishte injoruar. Artani nuk arriti të përgjigjej. Fyti ju shtrëngua dhe ai vetëm tundi kokën duke parë pjatën bosh para tij. Ata dolën nga restoranti kur shiu filloi të paksohej. Vajza mbante kutinë e origamive dhe shikonte anash, sikur po vlerësonte se ku të shkonte. Artani hezitoi. E dinte se duhej thjesht të ikte, të kthehej në shtëpi, të pinte ilaçet dhe të përpiqej të flinte. Por ideja për ta lënë vetëm, duke u kthyer në ndonjë vend të ftohtë dhe të rrezikshëm, e shqetësonte më shumë se sa donte ta pranonte. Ku banon? E pyeti ai. Marina e pa me atë vështrimin e mbret përsëri. Pse? Sepse është vonë dhe rrezik. Nëse do, mund të flesh në divanin tim sonte. Nesër në mëngjes ikën, pa problem. Ajo nuk u përgjigj menjëherë. E vlerësoi Artanin nga kokat e këmbët, sikur po maste nëse mund t'i besonte. Më në fund, ajo tundi kokën. Në rregull. Apartamenti i Artanit ishte 3 bloqe më tutje. Ishte një pallat i vjetër, pa portier, me shkallë të ngushta dhe erë myku. Ata u ngjitën në katin e tretë në heshtje. Kur Artani hapi derën, Marina hyri ngadalë duke parë përreth me vëmendje. Vendi ishte i vogël, por i pastër.
Kishte një divan të vjetër, një tavolinë me karrige të ndryshme, një raft me pak libra dhe një kuzhinë të ngushtë që mezi zinte një sobë dhe një frigorifer. Banjoja është atje. Artani tregoi me gisht. Nëse do të bësh një dush të ngrohtë, peshiri është në dollap. Marina tundi kokën dhe shkoi në banjo, duke e mbyllur derën ngadalë. Artani dëgjoi dushin të ndizej dhe u ul në divan, duke kaluar duart nëpër fytyrën e lagur. Çfarë po bënte? Duke sjell një fëmijë të panjohur në shtëpi, duke I ofruar stre sikur të ishte gjëja më normale në botë. Kushto do të thoshte se ai ishte I çmendur. Por e vërteta ishte se Artanit nuk I bëhej më vonë se çfarë thoshin njerëzit. Kur Marina doli nga banjoja me flokët ende të lagur dhe e veshur me të njëjtat rroba, ajo dukej pak më pak e tensionuar. Artani I dha asaj një batanie të pastër dhe një jastëk. Divani është I gjithë yti. Nëse ke nevojë për diçka, mund të më zgjosh. Ajo u rehatua pa thënë asgjë, duke u mbështjell me batanien me kutinë e origamive pranë. Artani shkoi në dhomën e gjumit, mbylli derën dhe u shtri në krevat, duke parë tavanin. Dhimbja e kokës I rrite fort tani dhe ai e dinte se duhej të kishte shkuar te mjeku. Por lodhja ishte më e madhe. Mbylli syt dhe u përpoq të flinte. U zgjua nga një zhurmë që vinte nga dhoma e ndenjes. Pa orën në komodin, 3 e mëngjesit. Artani u ngrit ngadalë, ende pak I përgjumur, dhe hapi derën e dhomës. Marina ishte ulur në tavolinë me një fletore të vjetër para saj dhe një stilolaps në dorë. Drita e dhomës ishte ndezur dhe ajo shkruante diçka me një përqendrim intensiv, sikur ishte në trans. Artani u afrua. Nuk të zë gjumi? Ajo nuk u përgjigj menjëherë, vetëm vazhdoi të shkruante. Artani ndaloi pranë saj dhe pa fletores. Ajo që pa e la të shtangur. Nuk ishin fjalë. Ishin numra. Formula. Ekuacione komplekse që ai, edhe pse ishte marrë me financa gjithë jetën, nuk arrinte t'i kuptonte plotësisht. Shkrimi ishte fëminor, por përmbajtja ishte gjithçka tjetër veç kësaj. Çfarë është kjo? E pyeti ai, me zë të ulët. Marina ndaloi së shkruari dhe e pa. Është matematik. E shoh që është matematik. Por çfarë po bën? Ajo hezitoi, sikur nuk dinte si ta shpjegonte. Thjesht po zgjidh. Po zgjidh çfarë? Probleme. Ajo ngriti supet. Më rrin në kokë. Nëse I shkruaj, dalin. Artani u ul në karrigen pranë saj. Zemra I rrite shpejt, jo nga dhimbja e kokës, por nga zbulimi I asaj që po shite. Ai mori fletores me kujdes dhe shfletoi faqet. Të gjitha plot me numra, grafik, sekuenca që dukeshin se ndiqnin një logjik të tyren. Nuk ishin shkaradhina fëmije. Ishte diçka më shumë. Shumë më shumë. Ku e ke mësuar këtë? E pyeti ai, pothuajse duke pëshpëritur. Marina mblodhi supet përsëri. Vetë. Mësova të lexoj në disa revista që gjeta në plehra. Pastaj gjeta disa libra të vjetër. Kishte matematik. Më pëlqente. Artani mbeti në heshtje, duke përpunuar atë që sapo kishte dëgjuar. Ajo vajzë, që shiste origami në shi për të mbijetuar, kishte një talent të rrallë. Jo, më shumë se të rrallë. Të jashtëzakonshëm. Dhe ajo ishte vetëm, e padukshme, e humbur në një qytet që nuk I bëhej vonë. Ti shkon në shkollë? E pyeti ai. Marina tundi kokën. Kam shkuar. Por e lash. Pse? Sepse gjyshja ime u sëmur. Mu desh të punoja. Gjyshja jote ku është tani? Në spital. Zëri I Marinës u ul. Është keq. Thanë se nuk do të përmirësohet. Artani ndjeu një shtrëngim në gjoks. Ai e dinte se çdo të thoshte të humbisje dik. E dinte se çdo të thoshte të mbeteshe vetëm. Dhe tani, duke parë atë vajzë që shkruante ekuacione në mes të natës sikur të ishte e vetmja mënyrë për t'u përballur me dhimbjen, ai kuptoi se kishte gjetur diçka që nuk e kërkonte, por që ndoshta I duhej më shumë se sa I imagjinonte. Marina. Ai priti derisa ajo e pa. A do të vazhdosh të studiosh? Ajo nuk u përgjigj, por sytë e saj shkëlqyen për një çast. Unë mund të të ndihmoj. Nuk kam shumë, por kam mjaftueshëm për këtë. Artani mori frym thellë. Nëse do, mund të qëndrosh këtu. Përkohësisht. Derisa ti zgjidhim gjërat siç duhet.
Marina vazhdoi ta shikonte, sikur po përpiqej të kuptonte nëse kjo ishte e vërtet apo thjesht një tjetër premtim i kot që bota i bënte. Më në fund, ajo tundi kokën ngadalë. Në rregull. Dhe kështu, atë natë me shite enjte, Artan Hoxha dhe Marina filluan një udhëtim që asnjëri prej tyre nuk mund ta parashikonte. Ai, një burr i thyrë që kërkonte shpengim. Ajo, një vajzë gjeniale që kërkonte vetëm një vend ku të përkiste. Në ditët në vijim, Artani kuptoi se jeta e tij kishte ndryshuar në një mënyrë që ai nuk e priste. Marina zgjoi herët, organizonte gjërat e saj në heshtje dhe kalonte orë të tëra duke lexuar ose shkruar në fletores. Ajo ishte e qetë, vëzhguese dhe rrallëherë kërkonte diçka. Por kishte një prani aty, një energji ndryshe që mbushte apartamentin bosh. Artani filloi të organizohej më mirë. Bleu ushqim të vërtet, pastroi shtëpinë më shpesh, filloi t'i pinte ilaçet në oraret e duhura. Nuk ishte për të. Ishte për të. Pas një jave, Artani vendosi se duhej të vepronte. Kërkoi informacione se si ta rregullonte situatën e Marinës. Shkoi në zyrat e shërbimit social, plotësoi formular, shpjegoi situatën 10 herë. Burokracia ishte e ngadalë dhe frustruese, por ai këmbënguli. Kërkoi kujdestarinë e përkohshme, duke pretenduar se vajza ishte në një situatë të vështirë dhe se ai mund t'i ofronte një shtëpi të sigurt. Punonjësit sociale e shikonin me dyshim. Ai ishte një burr beqar, i papunë, me një histori skandali financiar. Por Artani nuk u dorëzua. Paraqiti dokumente, pranoi vizita në shtëpi, kaloi në për intervista. Dhe, çuditërisht, pas gati një muaji, kujdestaria e përkohshme i u dha. Marina filloi të frekuentonte një shkollë publike pranë apartamentit. Që në ditët e para, mësuesit vunë re diçka ndryshe. Ajo zgjidhte probleme matematikore që nuk ishin mësuar ende. Korrigjonte ekuacione në rast me një siguri çarmatose. Kur një mësues u përpoq të shpjegonte një formulë në mënyrë të thjeshtuar, Marina ngriti dorën dhe ofroi një metodë më efikase, më elegante. Disa mësues u bezdisën. Të tjerë u magjepsën. Artani u thirr në shkollë më shumë se një herë. Drejtoresha, një grua serioze me syze të rumbullakta, e priti me një shprehje të shqetësuar. Zoti Hoxha, duhet të flasim për Marinën. Ai ndjeu një shtrëngim në stomak. A ka bërë ndonjë gjë? Jo, nuk është kjo. Drejtoresha pëshertiu. Është se ajo është shumë përtej nivelit të shokëve të klasës. Mësuesit nuk dinë si të merren me këtë. Ajo i mbaron detyrat në pak minuta dhe mërzitet. Korrigjon mësuesit para nxënësve të tjerë. Nuk është me qëllim të keq, por po shkakton siklet. Artani mori frym thellë. Ajo ka një dhundi. Një talent të rrallë. Nuk mund të injorohet. Jam dakord. Por na duhet një vlerësim. Specialistë që mund të kuptojnë se çfarë po ndodh. Fëmijët si Marina kanë nevojë për një mjedis të përshtatshëm. Kështu Marina kaloi nëpër një sër testesh. Psikolog, pedagog, profesor të matematikës së avancuar. Të gjithë dolën të impresionuar. Njëra prej tyre, një profesoresh universiteti e quajtur Besa, i tha Artanit diçka që ai nuk do ta harronte kurrë. Kjo vajzë nuk është thjesht inteligjente. Ajo është një gjeni. Ajo sheh modele aty ku të tjerët shohin kaos. Nëse orientohet siç duhet, mund të bëjë gjëra të pabesueshme. Artani ndjeu një përzierje krenarie dhe frike. Krenari që ishte pranë dikujt kaq të veçantë. Frikë se nuk do të ishte në gjendje ta mbronte nga bota që ai e dinte shumë mirë, nuk i falte talentet që spikasnin. Por kishte diçka që ende e shqetësonte Marinën. Edhe me rutinën e qëndrueshme, me shkollën, me Artanin pranë saj, ajo shihte makthe. Zgjohej në mes të natës, e djersitur, e frikësuar. Fshite ushqim nën jastëk, sikur kishte frikë se uria do të kthehej. Shikonte nga dritarja me atë shprehje vigjilente, sikur priste që diçka e keqe të ndodhte në çdo moment. Artani përpiqej të fliste, por ajo mbyllej në vetvete. Derisa, një natë, pas një makthi veçanërisht të dhunshëm, Marina më në fund foli. Kam frikë të kthehem në rrugë. Artani u ul në cep të divanit ku ajo flinte. Ti nuk do të kthehesh. Si e di ti? Ajo e pa me syt e përlotur. Të gjithë që thanë se do të kujdeseshin për mua u zhdukën. Mamaja ime u zhduk. Babai im u zhduk. Gjyshja u sëmur.
Po sikur të zhdukesh edhe ti. Artani ndjeu një ny në fy. Ai nuk kishte përgjigje të lehta. Nuk mund të premtonte se asgjë e keqe nuk do të ndodhte. Jeta ja kishte mësuar se premtimet janë të brishta. Por kishte diçka që ai mund të bënte. Marina, unë nuk do të zhdukem. Dhe nëse diçka ndodh me mua, unë do t'i lë të gjitha gjërat të rregulluara që ti të jesh mirë. Do të kërkoj birësimin përfundimtar. Ti do të jesh vajza ime. Vërtet. Në letër dhe në jetë. Marina e pa dhe për herë të parë që kur ishin një orë, sytë e saj u mbushën me lodh. Pse? Pse e bën këtë? Artani buzëqeshi, një buzëqeshje e lodhur por e sinqertë. Sepse ti më dhe diçka që mendoja se e kisha humbur për gjithmonë. Çfarë? Një arsye. Dhe atë natë, në heshtjen e atij apartamenti modest në Laprak, Artan Hoxha dhe Marina pushuan së qeni të huaj. Ata u bën familje. Muajt në vijim e transformuan jetën e Artanit dhe Marinës në mënyra që asnjëri prej tyre nuk e imagjinonte të ishte e mundur. Apartamenti në Laprak, dikur i heshtur dhe i zymt, tani kishte zëra, rutina, rituale të vogla që u jepnin kuptim ditëve. Artani mësoi të bënte petulla të dielave në mëngjes, edhe pse gjithmonë digjeshin pak anash. Marina i mësonte atij si të paloste origami ndërsa i shpjegonte teori matematikore që ai shtirej se i kuptonte. Ata shihnin filma të vjetër në televizorin e vogël të dhomës së ndenjes, ndanin copën e fundit të tortës dhe diskutonin për gjëra të thjeshta, motin, shkollën, çfarë të gatuanin për darkë. Birësimi përfundimtar u miratua 6 muaj pas kujdestarisë së përkohshme. Artani e kujton ditën kur gjykatësi firmosi letrat sikur të ishte dje. Marina ishte pranë tij, serioze, e veshur me një bluzë të bardhë që Artani ja kishte bler posaçërisht për atë rast. Kur gjykatësi e pyeti nëse ishte dakord me birësimin, Marina pa Artanin dhe tha, me atë zërin e saj të prerë, po. Dua. Artani ndjeu sytë t'i digjinin. Ai kishte humbur gjithçka një herë, por tani, duke mbajtur dorën e asaj vajze, ndjente se kishte fituar diçka pafundësisht më të madhe. Kur dolën nga gjykata, Marina e quajti baba për herë të parë. Nuk ishte një moment madhështor, vetëm një faleminderit, babi, e thënë me zë të ulët ndërsa ecnin në trotuar. Por për Artanin, kjo vlente më shumë se të gjitha kontratat milionere që ai kishte firmosur ndonjëherë. Rutina shkollore e Marinës vazhdonte të ishte sfiduese, por tani ajo kishte mbështetje. Profesor Besa, e cila ishte magjepsur nga talenti i vajzës, filloi t'i jepte mësime private të shtunave, pa kërkuar asgjë. Ajo e njohu Marinën me konceptet e llogaritjeve të avancuara, teorinë e numrave, algoritme. Marina thithte gjithçka me një lehtësi të frikshme, duke bërë lidhje që edhe Besa, me doktoraturë në matematikë, i gjente mbreslënëse. Ajo jo vetëm që zgjidh probleme, Artan, tha Besa në një nga ato pasdite të shtune. Ajo krijon zgjidhje të reja. Është sikur mendja e saj funksionon në një nivel tjetër. Artani buzëqeshi, krenar, por edhe i shqetësuar. Dhe kjo është gjë e mirë? Është e rrallë. Shumë e rrallë. Por duhet mbrojtur. Bota jo gjithmonë di si të merret me njerëz të tillë. Paralajmërimi i Besës i bëri jehon në kokën e Artanit në ditët në vijim. Ai e dinte se ajo kishte të drejtë. Bota ishte mizore me ata që spikasnin. Ai vetë kishte qenë dëshmi e kësaj. Dhe tani, më shumë se kur, ai duhej të siguronte që Marina të ishte e sigurt. Prandaj Artani u bë vigjilent kur filloi të vinte re gjëra të çuditshme. Gjëra të vogla, pothuajse të padukshme. Një makinë që kalonte ngadalë para pallatit gjithmonë në të njëjtën orë. Një burr me kostum që dukej se priste dik në qoshe, por që zhdukej kur Artani afrohej. Mesazhe të heshtura në celular që ai nuk i njihte. Mund të ishte paranoj, pasojë e viteve të tëra duke u marrë me tradhti dhe dyshim. Por Artani nuk mund të rrezikonte. Ai bleu një braf të re për derën, përforcoi mbylljet e dritareve dhe filloi ta shoqëronte Marinën deri në shkollë çdo ditë, edhe kur ajo ankohej se ishte mjaft e rritur për të shkuar vetëm. Ai nuk ja shpjegoi arsyen. Nuk donte ta friksonte. Por ndjesia se diçka ishte gati të ndodhte nuk e linte të qetë. Konfirmimi erdhi në mënyrë të papritur. Artani ishte në supermarket duke bler ushqime, kur u përplas me një grua që e njohu menjëherë.
Ishte Silva, një ish kolege nga Hoxha Leka Investime, një nga të paktat që nuk e kishte braktisur plotësisht pas skandalit. Artan? Silva duke e habitur, por edhe e lehtësuar. Nuk e besova kur të pash. U zhduke nga harta. Ishte e nevojshme. Artani sforcoi një buzëqeshje. Si e ti? Mirë, besoj. Ende punoj me investime, por në një kompani më të vogël tani. Po ti? Çfarë po bën? Kujdesem për vajzën time. Silva rudhi syt e hutuar. Vajzën? Nuk e dija që kishe. Është një histori e gjatë. Artani nuk donte të hynte në detaje. Por më thuaj diçka, a ke ende kontakte me ndonjë nga kompania e vjetër? Silva hezitoi. Disa. Pse? Genci është ende andej pari? Emri ra si një gur mes tyre. Silva uli zërin. Po. Dhe po i shkon shumë mirë, madje. Ka hapur një kompani të re menaxhimi, Leka Capital. Tashmë ka arritur të tërheqë disa klientë të mëdhenj. Bën evente, ligjërata, shfaqet në revista. Artani ndjeu stomakun ti përdridhej. Sigurisht që Genci ishte mirë. Ndërsa ai luftonte për të mbijetuar në një apartament të vogël, njeriu që i kishte shkatëruar jetën lulëzonte. Po hetimet? Gjyqet? Të arkivuara. Të gjitha. Silva duke e parehatshme. Ai ka avokat të mirë. Dhe lidhje. Artani tundi kokën duke u përpjekur të kontrollonte zemërimin që po i ngrihej. Faleminderit që më the. Artan, e di që është e vështirë, por... Silva i preku krahun. Lëre fare. Vazhdo jetën tënde. Nuk do të fitosh asgjë duke u marrë me këtë përsëri. Por Artani nuk mund ta linte fare. Jo kur e dinte se Genci kishte përdorur reputacionin e tij si mburoj ndërsa zhvaste miliarda. Jo kur njerëz të pafajshëm kishin humbur kursimet e tyre për shkak të asaj skeme. Dhe tani, me Marinën pranë tij, ai kishte diçka që Genci nuk do ta priste kurrë, një aleate që e shite botën ndryshe. Atë natë, pasi Marina shkoi të flinte, Artani mbeti zgjuar në dhomën e ndenjes duke menduar. Ai ishte betuar se nuk do të kthehej në atë botë. Se do ta linte të kaluarën pas dhe do të përqendrohej vetëm në rindërtimin e jetës së tij. Por e vërteta ishte se e kaluara nuk kishte ikur kurrë. Ajo ishte aty duke u endur, duke pritur momentin e duhur për të sulmuar. Ishte një të enjte kur gjithçka ndryshoi. Artani dhe Marina u ftuan në një event bamirësie në Hotel Plaza në Tiranë. Profesor Besa kishte siguruar ftesa përmes një kontakti në universitet. Ishte një mbrëmje gala në ndihmë të fëmijëve në nevojë me talente akademike, dhe Besa mendoi se do të ishte mirë për Marinën të shihte se kishte një botë për te klasave, një botë ku dia vlerësohej. Artani hezitoi. Ai i shmangte eventet sociale që nga skandali. Ideja për të qenë i rrethuar nga njerëz që me siguri do ta njihnin dhe do ta gjykonin nuk ishte tërheqëse. Por Marina u entuziazmua. Ishte hera e parë që ajo tregonte interes për diçka që nuk ishte matematika apo librat e saj. Dhe Artani nuk pati guxim t'ia mohonte. Ata morën me qira rroba për rastin. Marina kishte veshur një fustan blu të errët, të thjeshtë por elegant, dhe Artani një kostum që nuk e vishte prej vitesh dhe që i rinte pak i gjerë. Kur arritën në hotel, madhështia e vendit i goditi si një val. Lustra të mëdha, tavolina të dekoruara me lule të bardha, kamerierë që shërbenin shampanjë dhe kanape. Ishte një botë që Artani e njihte mirë, por që tani dukej e largët, pothuajse jo reale. Marina i mbante dorën fort. Ajo nuk kishte qenë kurrë në një vend të tillë. Sytë e saj shëtisnin kudo me kuriozitet, por edhe me kujdes. Artani u përkul dhe i pëshpëriti, gjithçka në rregull. Do të rrim pak, do të përshëndesim Besën dhe pastaj do të ikim. Por gjërat nuk shkuan siç ishte planifikuar. Ata ishin pranë skenës kur një burr u ngjit për të mbajtur një fjalim. Artani e njohu zërin para se të shihte fytyrën. Ishte Genc Leka. Ai ishte pa të meta, me smoking të zi, flokë të thinjur të krejur prapa, buzëqeshje plot vetbesim. Ai foli për rëndësinë e investimit në talente të reja, se si ardhmja e vendit varej nga mbështetja e fëmijëve me potencial. Foli me elokuencën e zakonshme, duke fituar duartrokitjet e publikut. Artani ndjeu gjakun t'i vlonte.
Ai njeri që kishte vjedhur miliarda, tani prezantohej si filantrop, si dikush që kujdesej për të tjerët. Ishte revoltuese. Por ai u përmbaj. Shtrëngoi dorën e Marinës dhe u përpoq të qëndronte i qetë. Atëherë ndodhi diçka e papritur. Genci filloi të prezantonte një projekt të ri investimesh, një model financiar që, sipas tij, do të revolucionarizonte mënyrën se si fondet e pensioneve operonin në Shqipëri. Ai shfaqi grafik, tabela, parashikime. Publiku shikonte i impresionuar. Marina, e cila deri atëherë kishte qenë e qetë, papritur rrudhi vetullat. Ajo pa grafiket e projektuara në ekran me vëmendje, sytë e saj lëviznin shpejt, sikur po llogariste diçka. Artani e vuri re ndryshimin tek ajo. Çfarë ka? Ajo atje është gabim, tha Marina, me zë të ulët. Çfarë? Numrat. Formula që ai përdori. Është gabim. Artani pa ekranin, por për të gjithçka dukej normale. Grafik të bukur, numra mbresëlënës. Je e sigurt? Marina tundi kokën. Ai po përdor një parashikim linear aty ku duhet të përdorte eksponencial. Dhe interesi i përbër është llogaritur gabim. Nëse dikush investon bazuar në këtë, do të humbas para. Artani ndjeu një të dridhur. Marina ishte vetëm 9 vjeç, por ajo po analizonte një model financiar kompleks dhe po identifikonte gabime që ekonomist me përvojë me siguri nuk do t'i shihnin. Dhe nëse ajo kishte të drejtë, Genci po mashtronte përsëri investitorët. Para se Artani ta ndalonte, Marina i lëshoi dorën dhe filloi të ecte drejt skenës. Ai u përpoq ta kapte, por ajo ishte e shpejtë. Vajza u ngjit në shkallët anësore dhe ndaloi pranë Gencit, i cili e pa i hutuar. Më falni që ndërhyj, tha Marina, zëri i saj i prerë dhe i qartë, duke qarë heshtjen e sallës. Por ka një gabim në llogaritjet tuaja. Publiku mbeti në heshtje. Genci sforcoi një buzëqeshje. Ah, kemi një të re kurioze këtu. Si e ke emrin, e dashur? Marina. Ajo tregoi me gisht ekranin. Formula që përdoret për të llogaritur kthimin është gabim. Keni aplikuar interes të thjesht aty ku duhet të ishte i përbërë. Dhe norma e rritjes është mbivlerësuar me të paktën 15%. Buzëqeshja e Gencit u lëkun. E dashur, ky është një model kompleks. Ndoshta është e vështirë për t'u kuptuar për. Unë e kuptoj. Marina kryqëzoi krahët. Dhe nëse vazhdoni të përdorni këtë formulë, investitorët tuaj do të humbasin miliona brenda 5 viteve. Salla shpërtheu në pëshpërima. Disa njerëz qeshën duke e gjetur situatën komike. Të tjerë dukeshin të intriguar. Genci, megjithatë, ishte i zbeth. Ai e pa Marinën sikur po shite një fantazmë. Kush je ti? E pyeti ai, me zë të tensionuar. Thjesht dikush që di të bëjë llogari, u përgjigj Marina dhe pastaj zbriti nga skena dhe u kthye te Artani, i cili ishte i ngrirë në cep të sallës. Pjesa tjetër e natës ishte e turbull. Genci u përpoq të rifillonte fjalimin, por magjia ishte thyer. Njerëzit filluan të bënin pyetje, të vinin në dyshim numrat. Eventi mbaroi më herët se sa ishte parashikuar dhe Artani e Marina u larguan shpejt, para se dikush t'i ndalonte. Në taksin për në shtëpi, Marina ishte e qetë. Artani e pa, ende duke u përpjekur të përpunonte atë që kishte ndodhur. Ishe e sigurt për atë që the? Isha. Ajo nuk e pa. Numrat nuk gënjenin. A e kupton se çfarë sapo bëre? Marina më në fund pa Artanin. E di. E përballa atë njeri para gjithë botës. Por ai ishte gabim. Dhe nëse askush nuk do të thoshte asgjë, njerëzit do të humbisnin para. Artani mori frym thellë. Ai ishte krenar, por edhe i tmerruar. Genc Leka nuk ishte dikush që pranonte të poshtërohej, veçanërisht nga një fëmijë. Dhe tani, ai do ta dinte se Marina ekzistonte. Se ajo kishte një talent të aftë për të demaskuar skemat e tij. Në ditët në vijim, pasojat nuk vonuan të shfaqeshin. Artani filloi të merrte telefonata të çuditshme, mesazhe anonime. Punonisja sociale që ndiqte rastin e Marinës u shfaq pa lajmëruar, duke bërë pyetje për kushtet e apartamentit, për rutinën e vajzës. Kishte diçka ndryshe në tonin e saj, një ftohtësi që nuk ishte aty më parë. Artani e kuptoi se çfarë po ndodhte. Genci po hetonte.
Dhe më keq, po përpiqej të përdorte sistemin kundër tij. Nëse arrinte të provonte se Artani nuk ishte një kujdestar i përshtatshëm, mund t'ia hiqte Marinën nga kujdestaria dhe ta heshte. Një natë, pasi Marina shkoi të flinte, Artani i telefonoi Silvës. Ajo u përgjigj në zilen e tretë, me zë të përgjumur. Artan? Është vonë. E di. Më fal. Por kam nevojë për ndihmën tënde. Çfarë ka ndodhur? Artani i tregoi gjithçka. Eventin, konfrontimin, telefonatat e çuditshme. Silva dëgjoi në heshtje dhe, kur ai mbaroi, ajo pshërtiu. Artan, duhet të largohesh nga Tirana. Genci nuk do ta lërë këtë me kaq. Nuk mund të iki. Jo përsëri. Atëherë të duhet mbrojtje. Dhe prova. Prova për çfarë? Që ai po bën përsëri atë që bëri më parë. Duke zhvatur para, duke mashtruar investitorët. Nëse Marina arriti të identifikojë një gabim në llogaritjet e tij, ndoshta mund të gjejë më shumë. Dhe nëse ke prova të forta, mund t'u dorëzosh autoriteteve para se ai të shkatërrojë përsëri. Artani mbeti në heshtje, duke përpunuar sugjerimin. Ishte e rrezikshme. Jashtëzakonisht e rrezikshme. Por Silva kishte të drejtë. Të qëndronte duar kryq do të thoshte të priste që Genci të sulmonte i pari. Dhe ai nuk mund të rrezikonte të humbiste Marinën. A do të më ndihmoje? Pyeti Artani. Silva hezitoi. Mund të jap disa informacione. Kontakte, dokumente. Por nuk mund të përfshihem drejt për drejt. Kam një karrierë për të mbrojtur. E kuptoj. Çdo ndihmë është më shumë se sa prisja. Në ditët në vijim, Silva i dërgoi Artanit një sër skedarësh të koduar. Ishin dokumente të brendshme të leka capital, raporte financiare, kontrata. Artani i printoi të gjitha dhe ja tregoi Marinës. Dua që ti shikosh këto. Me qetësi. Dhe të më thuash nëse gjen diçka të gabuar. Marina mori letrat dhe filloi të analizonte. Ajo kaloi orë të tëra e përkulur mbi numra, duke bërë shënime, duke vizatuar grafi. Artani e vëzhgonte, i impresionuar nga përqendrimi i saj. Më në fund, pas 2 ditësh, Marina ngriti kokën. E gjeta. Çfarë? Një model. Ai po përdor llogari fiktive. Transferta të vogla, por të shpeshta. Nëse i mbledh të gjitha, bëhen miliona. Dhe llogarit janë të regjistruara në emra kompanish fantazmë. E njëjta strukturë që përshkrove nga skema e vjetër. Artani ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Je e sigurt? Marina tundi kokën. Numrat nuk gënjejnë. Artani mori dokumentet dhe shënimet e Marinës. Tani, ai kishte diçka. Nuk ishte e mjaftueshme për ta rrëzuar Gencin i vetëm, por ishte një fillim. Ai kishte nevojë për ndihmë. Dikë që kuptonte nga hetimet, nga siguria, se si të lundronte në ujëra të rrezikshme. Atëherë ai u kujtua për Laurën. Laura Basha kishte qenë shefe e sigurisë digjitale të Hoxha Leka Investime vite më parë. Një grua brillante, rigoroze, që u largua nga kompania muaj para se të shpërthente skandali, duke thënë se diçka e gabuar po ndodhte. Në atë kohë, Artani nuk e besoi. Tani, ai e kuptonte se Laura kishte parë atë që ai refuzoi ta shite. Të gjente Laurën nuk ishte e vështirë. Ajo kishte një zyrë të vogël konsulence për sigurinë kibernetike pranë sheshit Nën Tereza. Artani caktoi një takim, por nuk i tha arsyen. Kur ai hyri në zyrën e saj, Laura ngriti syt nga kompjuteri dhe buzëqeshi, e habitur. Artan Hoxha. Mendoja se ishe bërë eremit. Po thuajse. Artani u ul. Kam nevojë për ndihmë. Laura kryqëzoi krahët. Mendoja se nuk do të doje të flisje më me mua pasi u largova. Unë gabova. Ti kishe të drejtë. Për gjithçka. Laura e studioi Artanin për një moment të gjatë. Ti do t'i viesh pas Gencit, apo jo? Po. Pse? Hakmarrje? Drejtësi. Artani mori frym thellë. Dhe mbrojtje. Ai po kërcënon vajzën time. Laura rrudhi vetullat. Vajzën? Ti ke një vajzë? Artani i tregoi gjithçka. Që nga takimi me Marinën deri te konfrontimi në event Laura dëgjoi me vëmendje, pa e ndërprerë.
Kur ai mbaroi, ajo u mbështet në karrige dhe fishkëll e u lehë. Ke hapur një problem serioz. E di. Por ke edhe një avantazh që Genci nuk e priste. Cilin? Laura buzëqeshi. Një fëmijë gjeni që sheh modele të padukshme. Nëse ajo arrin të hartoj të gjithë skemën e tij, ne mundemi jo vetëm ta demaskojmë, por edhe të krijojmë një sistem për të zbuluar mashtrimet në të ardhmen. Artani ndjeu një fije shprese. Do të na ndihmosh? Laura mendoi për një moment. Do t'ju ndihmoj. Por me një kusht. Cilin? Nëse e bëjmë këtë, e bëjmë siç duhet. Nuk ka të bëjë me hakmarrjen. Ka të bëjë me ndërtimin e diçkaje më të madhe. Diçka që pengon njerëzit e tjerë të vuajnë atë që vuajt e ti. Artani i zgjati dorën. U bë. Dhe kështu u formua një treshe e pamundur. Artani, manjati i rënë që kërkonte shpengim. Marina, vajza gjeni me talentin për të parë përtej numrave. Dhe Laura, ekspertja e sigurisë që kishte paralajmëruar për rrezikun para se të ishte tepër vonë. Së bashku, ata filluan të ndërtonin atë që e quajtën projekti Phoenix. Një operacion për të demaskuar Genc Lekën dhe, më shumë se kaq, për të krijuar një mjet që mund të mbronte sistemin financiar nga mashtrime si ai. Nuk do të ishte e lehtë. Genci kishte pushtet, para dhe ndikim. Por ata kishin diçka që ai nuk e priste, të vërtetën, inteligjencën dhe vendosmërinë e atyre që nuk kishin më asgjë për të humbur. Zyra e Laurës pranë sheshit Nën Tereza u bë selia e projektit Phoenix. Ishte një hapësirë e vogël, me 3 kompjuter, një tavolinë të gjatë plot me letra dhe një aparat kafeje që punonte pa ndërprerje. Artani, Marina dhe Laura kalonin orë të tëra aty, duke organizuar informacione, duke analizuar dokumente, duke ndërtuar atë që do të ishte jo vetëm një denoncim, por një sistem i plot për zbulimin e mashtrimeve. Marina ishte zemra e operacionit. E ulur para njërit prej kompjuterëve, me flokët e lidhur bisht dhe sytë e ngulur në ekran, ajo punonte me një përqendrim që kufizohej me obsesionin. Ajo kishte krijuar një algoritëm bazë në ditët e para, një sekuencë matematikore të aftë për të identifikuar modele anormale në transaksionet financiare. Por tani, me akses në të dhënat që Silva kishte siguruar dhe me përvojën e Laurës në sigurinë digjitale, algoritmi po evoluonte në diçka shumë më të fuqishme. Është si një radar, i shpjegoi Marina Artanit një pasdite të shtunë. Ai skanon të gjitha transaksionet dhe identifikon ato që nuk kanë kuptim. Transferta shumë të vogla, por shumë të shpeshta. Llogari që shfaqen nga hiçi dhe zhduken pas disa muajsh. Lëvizje që përpiqen të duken të ligjshme, por që ndjekin një model tipik të pastrimit të parave. Artani dëgjonte, i impresionuar. Dhe ai arrin ta bëjë këtë automatikisht? Po. Sa më shumë të dhëna të fus, aq më shumë mëson. Është si ti mësosh dikujt të njohë gënjeshtrat vetëm duke parë numrat. Laura, e cila punonte në pjesën e sigurisë së sistemit, shtoi, nëse kjo funksionon siç presim, ne mund t'ua ofrojmë këtë bankave, tatimeve, organeve rregullatore. Do të ishte një revolucion. Por Artani e dinte se para se të revolucionarizonin çdo gjë, ata duhej të mbijetonin. Genc Leka nuk po qëndronte duar kryq. Kërcënimet delikate ishin shndërruar në diçka më të prekshme. Artani filloi të vinte re se po ndiqej. Makina që ndalonin para pallatit, njerëz që shfaqeshin në të njëjtat vende që ai frekuentonte. Një pasdite, ai gjeti derën e apartamentit të thyrë. Asgjë nuk ishte vjedhur, por mesazhi ishte i qartë, ata e dinin ku banonte dhe mund të arrinin tek ai kur të donin. Artani nuk i tregoi Marinës për hyrjen me forcë. Nuk donte ta friksonte. Por Laura e vuri re tensionin tek ai dhe e tërhoqi mënjan në një moment kur Marina ishte e hutuar me kodet. Ai po e shtrëngon rrethin, apo jo, pyeti Laura, me zë të ulët. Artani tundi kokën. Nuk mund ta vë Marinën në rrezik. Nëse gjërat përkeqësohen, do ta dërgoj larg. Ndoshta në fshat, te shtëpia e një kushëriri. Dhe ti do të qëndrosh? Do të qëndroj. Dikush duhet të shërbej si karem ndërsa ne mbarojmë punën. Laura i kapi krahun. Artan, kjo nuk ka të bëjë me të qenit hero. Nëse Genci të eliminon, kush do të kujdeset për Marinën? Pyetja e goditi Artanin si një grusht. Ai nuk e kishte menduar këtë. Ishte aq i fokusuar në mbrojtjen e Marinës sa nuk e konsideroi të dukshmen,
nëse diçka i ndodhte atij, ajo do të mbetej përsëri vetëm. Dhe gjithçka që ata kishin ndërtuar së bashku do të shembej. Atëherë çfarë sugjeron? Pyeti Artani me zë të tensionuar. Duhet të përshpejtojmë. Të mbarojmë algoritmin, të mbledhim të gjitha provat dhe t'i dorëzojmë të gjitha njëherësh. Nuk mund ta zvarisim këtë. Sa më shumë kohë kalon, aq më e rrezikshme bëhet. Artani ra dakord. Atë natë, ai foli me Marinën. I shpjegoi, pa hyrë në detaje të frikshme, se duhej të punonin më shpejt. Marina e kuptoi. Ajo gjithmonë kuptonte më shumë se sa ai do të donte. Babi, e di që ai njeri është i rrezikshëm, tha Marina, duke e parë në sy. Por ne nuk mund të dorëzohemi. Nëse dorëzohemi, ai do të vazhdojë t'ua bëjë këtë njerëzve të tjerë. Dhe do të mbetet i pandëshkuar përsëri. Artani e përqafoi të bijën. Nuk do të lejoj të ndodh asgjë. E di. Marina mbështeti kokën në gjoksin e tij. Por edhe ti duhet të jesh mirë. Ti je gjithçka që kam. Fjalët e Marinës i bën jehon në kokën e Artanit për ditë të tëra. Ai duhej të ishte më i kujdesshëm. Për të. Algoritmi më në fund u përfundua 3 javë më vonë. Marina e quajti Phoenix për nder të projektit. Ishte një mjet elegant, efikas dhe tmerrësisht i saktë. Kur Laura e vuri në punë sistemin për herë të parë duke përdorur të dhëna reale nga Leka Capital, rezultatet ishin shkatërruese. Algoritmi identifikoi më shumë se 200 transaksione të dyshimta në vetëm 6 muaj. Transferta që arrinin në gati 5 miliard lekë të shpërndara në llogari fiktive, kompani fantazmë dhe parajsa fiskale. O Zot, përshpëriti Laura duke parë numrat në ekran. Ai po vjedh haptazi. Përsëri. Artani ndjeu zemërimin t'i ngrihej. 5 miliard. Parat e pensionistëve, të investitorëve të vegjël, të njerëzve që i besonin Gencit. Dhe ai po i zhvaste të gjitha, pa pendes, ndërsa prezantohej si filantrop në evente sociale. Duhet t'ia çojmë këto autoriteteve, tha Laura. Policisë, prokurorisë. Me këto prova, ai nuk ka si të shpëtojë. Por para se ata të mund të vepronin, Genci bëri lëvizjen e parë. Artani mori një telefonat një të martë në mbrëmje. Ishte një numër i panjohur. Kur u përgjigj, dëgjoi zërin që nuk e kishte dëgjuar prej vitesh. Artan. Sa kohë? Stomaku i Artanit u shtrëngua. Genc. Erdha të di si je. Dëgjova që ke birsuar një fëmijë. Sa emocionuese. Zëri i tij ishte i qetë, pothuajse miqësor. Por kishte helm pas çdo fjale. Çfarë do? Dua të flasim. Personalisht. Ka gjëra që duhen zgjidhur. Nuk kam asgjë për të folur me ty. Oh, por ke. Sidomos për atë vajzën e vogël gjeniale që vendosi të më turpëroj në një event publik. Genci qeshi, një tingull i ftohtë. Ajo është e veçantë, apo jo? Sa keq që fëmijët kaq të talentuar kanë nevojë për një mjedis të qëndrueshëm. Do të ishte një tragjedi nëse ajo do të përfundonte përsëri në rrugë për shkak të një kujdestari të papërshtatshëm. Artani ndjeu gjakun t'i ngri. Ti nuk do ta prekësh atë. Nuk kam nevojë. Sistemi do ta bëj këtë për mua. Një denoncim anonim këtu, një hetim atje. Ti e di si funksionon, Artan. Në fund të fundit, ti e ke kaluar këtë më parë. Çfarë do? Genci heshti për një moment. Dua që të mos futesh aty ku nuk të takon. E di që po heton. E di që dikush po të ndihmon. Dhe e di që vajza jote e vogël po e përdor atë talentin e saj për të më dëmtuar. Ajo po e përdor talentin e saj për të nxjerrë në pa të vërtetën. Të vërtetën? Genci qeshi përsëri. Artan, ti ende nuk e ke kuptuar? E vërteta nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është se kush ka pushtet. Dhe unë kam. Ti jo. Atëherë pse po më telefonon? Nëse ke kaq shumë pushtet, pse shqetësohesh për mua? Genci bëri një pauzë. Kur foli përsëri, toni ishte më serioz. Sepse nuk dua komplikime të panevojshme. Kështu që do të bëj një propozim. Ti ndalon këtë hetim qesharak, fshin gjithçka që ke gjetur dhe unë të lë ty dhe vajzën tënde të qetë. Më shumë se kaq,
Unë të kthej gjysmën e asaj që u zhvat në atë kohë. 4.7 miliardë. Mund t'i përdorësh për të rindërtuar jetën tënde, për t'i dhënë një arsimim të klasit të parë vajzës. Të gjithë dalin të fituar. Artani mbeti në heshtje duke përpunuar propozimin. 4 miliardë e 700 milion. Ishin më shumë para se sa ai kishte ndërruar ndonjëherë të rikuperonte. Me to, ai mund të siguronte të ardhmen e Marinës, t'i jepte asaj të gjitha mundësitë që meritonte. Por kishte një çmim. Heshtja. Bashkëfajësia. Të lejonte Gencin të vazhdonte i lirë duke dëmtuar njerëz të tjerë. Duhet të mendohem, tha Artani, më në fund. Ke 48 orë. Pas kësaj, oferta s'ka don. Dhe gjërat do të bëhen të shëmtuara. Telefonata u ndërpre. Artani mbeti në mes të dhomës, me celularin ende në dorë, me zemrën që i rrite me shpejtësi. Ai nuk dinte çfarë të bënte. Pa Marinën, e cila flinte në divan, e përqafuar me një libër matematike. Ajo i besonte atij. Besonte se ai do të bënte gjën e duhur. Por cila ishte gjëja e duhur? Të pranonte paratë dhe të siguronte sigurinë e saj? Apo të vazhdonte përpara dhe të rrezikonte gjithçka? Të nesërmen në mëngjes, Artani i tregoi gjithçka Laurës. Ajo dëgjoi në heshtje, por kur ai mbaroi, ajo tundi kokën. Nëse e pranon këtë, Artan do ta mbash këtë faj për gjithë jetën. Dhe Marina gjithashtu. Ajo është e zgjuar. Do ta kuptoj se çfarë ke bërë. Dhe do të humbas respektin për ty. Po nëse refuzoj dhe ai e përmbush kërcënimin? Po nëse humbas kujdestarinë e saj? Do të luftojmë. Por ti nuk mund të bëhesh palë me këtë. Jo pas gjithë asaj që ke kaluar. Artani e dinte se Laura kishte të drejtë. Por frika ishte më e fortë se arsyeja. Në mbrëmje, ai foli me Marinën. Nuk i tregoi për propozimin e Gencit, por e pyeti se çfarë do të bënte ajo po të ishte në vendin e tij. Po të isha unë, tha Marina, mendueshëm, do të zgjidhja të bëja atë që është e drejtë. Edhe nëse do të ishte e vështirë. Po sikur të bëje të drejtën të nënkuptonte të humbisje diçka të rëndësishme? Marina e pa me ata sytë e saj të thellë. Babi, ti më ke mësuar se nuk mund të ndërtojmë asgjë të mirë mbi gënjeshtra. Nëse pranojmë para të pista, bëhemi edhe ne të pisë. Dhe unë nuk e dua këtë. As për vete, as për ty. Artani ndjeu sytë t'i digjinin. Si mundet ajo vajzë që kishte vuajtur urinë në rrugë, që kishte humbur gjithçka, të kishte ende këtë qartësi morale? Si arrinte ta shihte botën me kaq ndershmëri? Të nesërmen në mëngjes, Artani i telefonoi Gencit. E kam përgjigjen time. Po të dëgjoj. Jo. Nuk e pranoj. Heshtja në anën tjetër ishte e rëndë. Më në fund, Genci foli me zë të akull. Do të pendohesh për këtë. Ndoshta. Por të paktën do të flej i qetë. Genci e mbylli pa thënë asgjë më shumë. Artani e dinte se lufta kishte filluar me të vërtet tani. Në ditët në vijim, gjërat përshkallëzuan shpejt. Punonisja sociale që ndiqte rastin e Marinës u shfaq me një urdhër gjykate për t'ia hequr vajzën nga kujdestaria e Artanit përkohësisht, duke pretenduar denoncime për neglizhencë. Artani e dinte se ishin gënjeshtra të mbjella nga Genci, por nuk mund ta provonte. Marina u dërgua në një qendër strehimi të përkohshëm ndërsa rasti hetoi. Ndarja ishte shkatërruese. Marina qau për herë të parë që kur Artani e kishte njohur. Ajo ju lut të qëndronte, premtoi se do të ishte e mirë, se nuk do të bënte probleme. Artani u përpoq të ishte i fortë, por për brenda ishte i copëtuar. Ai e përqafoi të bien dhe i pëshpëriti, kjo është e përkohshme. Do të vi të marr. Të premtoj. Vetëm në apartament, Artani u shem. I telefonoi Laurës, e cila erdhi menjëherë. Nuk mund ta lëm kështu, tha ajo, e tërbuar. Ai po përdor sistemin kundër teje. Përsëri. Çfarë mund të bëjmë? Të përshpejtojmë gjithçka. Të mbledhim provat, t'u dorëzojmë autoriteteve, ta demaskojmë publikisht para se ai të ketë kohë të mbrohet. Laura kaloi natën duke organizuar të gjitha dokumentet. Ajo krijoi një dosje të plot me transaksionet e dyshimta, të dhënat e algoritmit, lidhjet midis kompanive fiktive dhe llogarive të Gencit.
Të nesërmen, ajo caktoi takime me prokuror, me drejtues të policisë, me gazetar investigativ. Por Genci ishte një hap përpara. Para se ata të mund të dorëzonin dosjen, një lajm u shfaq në media. Një artikull i detajuar i botuar në një nga gazetat më të mëdha të vendit, e përshkruante Artanin si një njeri mendërisht të paqëndrueshëm që kishte birsuar një fëmijë në mënyrë të parregull, duke e manipuluar atë për ta përdorur në një skem hakmarrjeje kundër një biznesmeni të respektuar. Artikulli përfshinte foto, dëshmi të specialistëve dhe madje pretendime se Marina ishte një shpikje, një farsë e krijuar nga Artani për të fituar vëmendje. Reagimi ishte i menjëhershëm. Rrjetet sociale shpërthyen me kritika, teori konspirative, sulme. Artani u quajt gjithçka, oportunist, manipulues, i çmendur. Disa madje dyshonin se Marina ekzistonte vërtet. Artani mbeti i paralizuar. Ai nuk dinte si të përballej me këtë. Ishte sikur e gjithë bota ishte kthyer kundër tij. Por Laura nuk u dorëzua. Ajo e dinte se mbrojtja më e mirë ishte sulmi. Do të demaskojmë gjithçka. Tani. Para se ai të ketë kohë të kontrollojë narrativën, tha Laura, e vendosur. Ajo organizoi një konferencë shtypi. Ftoi të gjitha mediat që mundi. Dhe në ditën e caktuar, në një auditorium të vogël të marrë me qira në qendër të Tiranës, Artani, Laura dhe një avokat që pranoi ta mbronte rastin falas prezantuan gjithçka. Provat, dokumentet, algoritmin, transaksionet. Treguan se Marina nuk ishte një shpikje, por një fëmijë real, brillant, që kishte krijuar një mjet të aftë për të demaskuar mashtrime miliardere. Konferenca shkaktoi një ndikim të menjëhershëm. Gazetarët bën pyetje, specialistët analizuan të dhënat, organet zyrtare filluan të hetonin. Genci u përpoq të mbrojë, mohoi gjithçka, tha se provat ishin të falsifikuara. Por numrat nuk gënjenin. Dhe sa më shumë përpiqej të shmangej, aq më fajtor dukej. Ndërkohë, Artani luftonte në gjykat për të rimarrë Marinën. Mendimin e avokatit dhe të besës, e cila dëshmoi për karakterin e Artanit dhe talentin e Marinës, ai arriti të siguronte një seancë dëgjimore. Gjykatësi, pasi analizoi dokumentet dhe dëgjoi dëshmit, vendosi t'ia kthente kujdestarinë e përkohshme Artanit, duke pretenduar se nuk kishte prova konkrete për neglizhencë. Kur Artani shkoi ta merrte Marinën në qendrën e strehimit, ajo vrapoi drejt krave të tij dhe qau. E dija që do të ktheheshe. E dija. Unë gjithmonë do të kthehem, përshpëriti Artani, duke e përqafuar fort. Gjithmonë. Por betejë ende nuk kishte mbaruar. Genci, i futur në kurth, provoi një lëvizje të fundit. Ai ofroi publikisht të kthente një pjesë të parave të zhvatura në këmbim të një marrëveshjeje. Tha se ishte i gatshëm të bashkëpunonte me hetimet, për sa kohë që imazhi i tij do të ruhej. Atëherë Marina, duke parë lajmet në televizor, tha diçka që ndryshoi gjithçka. Ai do ta bëj përsëri. Artani e pa. Çfarë? Nëse ne pranojmë paratë dhe e lëm të dalë i pandëshkuar, ai do ta bëj këtë përsëri. Me njerëz të tjerë. Modeli do të vazhdojë. Dhe ne do të jemi përgjegjës për këtë. Artani mori frym thellë. Marina kishte të drejtë. Si gjithmonë. Nuk kishte të bënte me paratë. Asnjëherë nuk kishte pasur. Kishte të bënte me drejtësinë. Me të bërit të gjës së duhur, edhe kur e drejta ishte e vështirë. Atëherë do të shkojmë deri në fund, tha Artani, i vendosur. Laura ra dakord. Shkojmë. Në ditët në vijim, ata dorëzuan të gjithë dosjen e plot në polici, në prokurori dhe në organet ndërkombëtare për luftën kundër pastrimit të parave. Algoritmi Phoenix u bëi disponueshëm si kod i hapur, duke lejuar çdo institucion financiar apo organ rregullator ta përdorte për të zbuluar mashtrime. Reagimi ishte global. Genci u arrestua, pasuritë e tij u ngrin, llogaritë e tij u bllokuan. Miliardat e zhvatura filluan të gjurmoheshin dhe të rikuperoheshin. Dhe Marina, vajza që shiste origami në shi, u bë simbol i një epoke të re transparence dhe drejtësie në sistemin financiar. Por për Artanin dhe Marinën, fitoria e vërtet nuk ishte te numrat apo titujt e gazetave. Ishte në faktin se, së bashku, ata ishin përballur me të pamundurën dhe kishin fituar. Jo me pushtet apo para, por me guxim, inteligjencë dhe një besim të palëkundur se e vërteta gjithmonë ka rëndësi.
Muajt që pasuan arrestimin e Genc Lekës ishin si zgjimi nga një makt i gjatë dhe mbytës. Artani ndiqte lajmet me një përzierje lehtësimi dhe mosbesimi. Njeriu që i kishte shkatëruar jetën, që kishte vjedhur miliarda dhe kishte rënuar qindra familje, tani përballej me drejtësinë. Nuk kishte më buzëqeshje plot vetbesim, nuk kishte më kostume pa të meta. Genci shfaqej në pamjet televizive i prangosur, me kokën ulur, duke u shoqëruar për në seancat gjyqësore ku çdo detaj i krimeve të tij ekspozohej publikisht. Policia, me ndihmën e algoritmit Phoenix, arriti të gjurmonte pothuajse të gjitha paratë dhe zhvatura. U ngrin llogari në parajsa fiskale, u bllokuan investime në kompani fantazm, u rikuperuan prona dhe asete që Genci kishte grumbulluar gjatë viteve të mashtrimeve. Shuma totale kalonte 6 miliard lekë. Ishte e vështirë të imagjinojë një numër kaq të madh, por Marina, gjithmonë me mendjen e saj të saktë, i kujtonte Artanit kuptimin e vërtetë, mira familje që do të merrnin mbrapsht kursimet e tyre, pensione që do të paguheshin, ëndra që mund të rifillonin. Artani nuk ndjeu kënaqësi nga rënia e Gencit. Nuk kishte vend për hakmarrje në zemrën e tij. Vetëm një lodhje e thellë, ndjesia se më në fund mund të pushonte. Por kishte diçka më të fortë se lodhja, mirënjohja. Mirënjohje që kishte Marinën pranë, që kishte gjetur Laurën, që kishte pasur guximin të bënte atë që ishte e drejtë kur do të ishte kaq e lehtë të pranonte paratë dhe të zhdukej. Marina, nga ana e saj, përballej me reagimet në një mënyrë çuditërisht të pjekur për një fëmijë 9 vjeçar. Ajo ishte bërë e njohur, jo vetëm në Shqipëri, por edhe ndërkombëtarisht. Gazeta të huaja botuan artikuj për vajzën Gjeni që demaskoi një skem miliardere duke përdorur vetëm matematikën. Universitete hynë në kontakt duke ofruar bursa për të ardhmen, kompani teknologjike donin të investonin në zhvillimin e algoritmit Phoenix, organizata për luftën kundër korrupsionit kërkonin të bashkëpunonin. Por Marina nuk e linte famën ta merrte me vete. Ajo vazhdonte të ishte e njëjta vajzë e qetë, vëzhguese, që preferonte të kalonte pasditet duke zgjidhur ekuacione sesa duke dhënë intervista. Kur Artani e pyeti nëse ishte e lumtur me gjithë atë vëmendje, Marina ngriti supet. E rëndësishme nuk është çfarë thonë njerëzit për mua. Është çfarë arritëm të bëjmë. Dhe ajo që ata arritën të bënin ishte, në fakt, e jashtëzakonshme. Algoritmi Phoenix u adoptua nga bankat, nga tatimet, nga organet rregullatore në mbar botën. U krijua një lloj sistemi imunitar digjital kundër mashtrimeve financiare. Çdo përpjekje e re për zhvatje identifikohej para se të shkaktonte dëme të mëdha. Specialistët thoshin se ishte inovacioni më i madh në sigurinë financiare të dekadave të fundit. Dhe gjithçka kishte filluar me një vajzë që shiste origami në shi dhe një burr të falimentuar që vendosi të bënte gjën e duhur. Me një pjesë të fondeve të rikuperuara, Artani, Laura dhe Marina krijuan një fondacion jo fitimprurës të quajtur Instituti Phoenix. Qëllimi ishte i thjeshtë, të identifikoheshin dhe të mbështeteshin fëmijët me talente të jashtëzakonshme që jetonin në situatë të vështirë. Të ofrojë arsim, strehim, mbështetje psikologjike, mundësi. Marina donte që fëmijët e tjerë të kishin atë që pati ajo, një shans. Instituti filloi i vogël, duke zënë një vil të marrë me qira në blok, në të njëjtin lagje ku Artani dhe Marina u takuan. Por u arrit shpejt. Donacione vinin nga i gjithë vendi, vullnetar ofroheshin për të ndihmuar, profesor universiteti jepnin mësim falas. Brenda pak kohe, instituti tashmë kujdesej për 50 fëmijë, të gjithë me histori të ngjashme, talent të pamas, por pa burime për ta zhvilluar atë. Marina përfshihej personalisht me secilin prej tyre. Jepte mësim matematike, i ndihmonte me detyrat, u ofronte këshilla. Ajo e kuptonte se çdo të thoshte të ishe vetëm, të kishe frikë, të ndjeje se bota nuk interesoi. Dhe tani, ajo donte t'u tregonte këtyre fëmijëve se kishte shpresë, se kishte një rrugë, se nuk ishin vetëm. Artani, nga ana tjetër, mori përsipër administrimin e institutit. Nuk ishte puna magjepse që kishte pasur më parë, duke u marrë me miliarda në zyra me xhama. Ishte diçka shumë më e thjeshtë, por pafundësisht më domethënëse. Ai organizonte donacionet, fliste me sponsorët, siguronte që çdo fëmijë të kishte atë që i nevojitej. Dhe kur shite buzëqeshjen e një fëmije që kishte fituar një bursë studimi, ose lotin e një prindi që më në fund kishte shpresë për të ardhmen e fëmijës së tij, Artani kuptonte se kjo vlente më shumë se çdo kontratë milionere që kishte firmosur ndonjëherë.
Laura vazhdonte të punonte në fushën e sigurisë digjitale, por tani I kushtonte gjysmën e kohës së saj institutit. Ajo I trajnonte fëmijët në programim, në siguri kibernetike, se si ta përdornin teknologjinë për të krijuar zgjidhje reale. Shumë prej tyre, të frymëzuar nga Marina, filluan të zhvillonin projektet e tyre, aplikacione për komunitetet në nevojë, sisteme alarmi për fatkeqësitë natyrore, mjete edukative. Instituti u bë një fidanisht e inovacioni, një vend ku talenti lulëzonte pavarësisht origjinës. Por jo gjithçka ishte lule. Kishte sfida, momente të vështira. Artani pati probleme shëndetësore, pasojë të stresit të akumuluar gjatë viteve. Ju desh të bënte një operacion për të vendosur stenta në zemër, qëndroi I shtruar në spital për një javë. Marina nuk ju nda asnjë çast. Ajo merrte fletoret e matematikës në spital, zgjidhte probleme ndërsa I mbante dorën babait, sikur numrat të ishin një formë lutjeje, një mënyrë për t'i kërkuar universit që ai të bëhej mirë. Kur Artani doli nga spitali, Marina e përqafoi fort dhe I përshpëriti, nuk mund të më lësh. Jo tani. Nuk do të lë, premtoi Artani. Dhe e mbajti fjalën. Filloi të kujdesej më mirë për shëndetin, të bënte ushtrime, të hante siç duhet. Jo për vete, por për të. Sepse Marina kishte nevojë për të. Dhe ai kishte nevojë për të. Vitet kaluan. Marina u rrit, por vazhdoi të ishte e njëjta vajzë brillante dhe e përulur. Në moshën 12 vjeçare, ajo tashmë bashkëpunonte me profesor universiteti në kërkime të avancuara të matematikës së aplikuar. Në moshën 14 vjeçare, botoi artikullin e saj të parë në një revistë shkencore ndërkombëtare mbi optimizimin e algoritmeve për zbulimin e mashtrimeve. Në moshën 16 vjeçare, mori ftesa nga Harvardi, MIT, Oxfordi. Por ajo zgjodhi të qëndronte në Shqipëri, të studionte në Universitetin e Tiranës, të vazhdonte të punonte në institutin që kishte ndihmuar të krijonte. Mund të shkoja kudo në botë, I tha Marina Artanit një pasdite të diel, ndërsa pinin kafe në kuzhinë. Por vendi im është këtu. Me ty me fëmijët që kanë nevojë për atë që ne bëjmë. Artani ndjeu sytë t'i digjinin. Ti ke një të ardhme të shkëlqyer përpara. Nuk mund t'i kufizosh zgjedhjet e tua për shkakun tim. Nuk është për shkakun tënd. Është zgjedhja ime. Marina buzëqeshi. Ti më dhe një familje. Tani unë dua të bëj të njëjtën gjë për njerëzit e tjerë. Dhe kjo ishte ajo që ajo bëri. Instituti u rrit, u bë një referencë kombëtare. Fëmijët që kaluan aty u bën inxhinier, mjek, shkencëtar, mësues. Disa u kthyen si vullnetar, duke dashur të kthenin atë që kishin marrë. Rrethi mbyllej dhe ajo që kishte filluar si një gjestë dëmshurie në një natë me shi u shndërrua në një lëvizje që ndryshonte jetë. Genc Leka u dënua me 23 vjet burg. Avokatët e tij u përpoqën të apelonin, pretenduan parregullsi në proces, kërkuan anulime. Por provat ishin shumë të forta. Numrat nuk gënjenin, siç thoshte gjithmonë Marina. Ai humbi gjithçka, kompaninë, reputacionin, lirinë. Disa njerëz thanë se ishte një dënim I tepruar, se ai duhej të kishte një shans të dytë. Por ata që kishin humbur kursimet e tyre për shkak të tij nuk mendonin kështu. Për ta, drejtësia më në fund ishte vënë në vend. Artani nuk e vizitoi Gencin në burg. Nuk kishte asgjë për të thënë. E kaluara ishte e kaluar. Por ai dëgjoi, përmes të një orëve, se Genci kishte ndryshuar. Se ai I kalonte ditët duke lexuar, duke studiuar, duke u përpjekur të kuptonte se ku kishte gabuar. Se ai kërkonte falje në letra që u dërgonte viktimave, edhe pse e dinte se shumë nuk do të faleshin kurrë. Artani nuk e dinte nëse ishte I sinqert apo thjesht një përpjekje për të ulur dënimin. Por preferonte të besonte se, thellë, edhe dikush si Genci mund të ndryshonte. Jo për të mirën e tij, por për të mirën e të gjithëve. Një pasdite të enjte, saktësisht 10 vjet pas asaj nate me shi kur gjithçka filloi, Artani dhe Marina u kthyen në kryqëzimin e rrugës Ismail Qemali me rrugën Pjetër Bogdani. Vendi ku ata u takuan për herë të parë. Ishte një ditë me diell, ndryshe nga ajo natë stuhie. Kryqëzimi ishte më I gjallë, me dyqane të reja, njerëz të nxituar, makina që I binin Boris. Marina pa përreth, sikur po përpiqej të njihte diçka. Duket kaq ndryshe. Është ndryshe, tha Artani. Por kujtimi mbetet I njëjtë. Ata qëndruan aty, krah për krah, në heshtje.
Artani mendoi për gjithçka që kishte ndodhur. Se si një zgjedhje e thjesht, një gjestë dhe mshurie, kishte ndryshuar rrjedhën e dy jetëve. Ai nuk ishte më manjati i fuqishëm që komandonte miliarda. Ishte thjesht një njeri i zakonshëm, me flokë të thinjur, rrudha rreth syve, një zemër që kishte nevojë për kujdes. Por ishte i lumtur. Më i lumtur se kur kishte gjithçka. Marina, tani 19 vjeç, ishte një grua e re brillante, me ëndra të sajat dhe një inteligjencë që vazhdonte të impresiononte. Por ajo ishte gjithashtu e përulur, e sjellshme, mirënjohëse. Ajo e dinte nga vinte, e dinte se çdo të thoshte të mos kishe asgjë. Dhe kjo e bënte më të fortë. Babi, tha Marina, duke thyer heshtjen. A pendohesh për ndonjë gjë? Artani mendoi për një moment. Pendohem që nuk u besova njerëzve të duhur kur duhej. Pendohem që isha aq i fokusuar te paratë sa harrova atë që kishte vërtet rëndësi. Por nuk pendohem që ndalova atë natë dhe bleva një origami nga një vajzë e panjohur. Ai ishte vendimi më i mirë që kam marrë ndonjëherë. Marina buzëqeshi, atë buzëqeshjen e rrallë që ajo e ruante vetëm për momente të veçanta. As unë nuk pendohem. Për asgjë. As që e konfrontove Gencin në atë event, sidomos që e konfrontova. Sepse aty filloi gjithçka. Aty e kuptova se mund ta përdorja talentin tim për diçka më të madhe se vetja. Artani e përqafoi të bien. Jam shumë krenar për ty. Dhe unë jam shumë krenare për ty, u përgjigj Marina. Ata qëndruan aty për disa minuta të tjera, vetëm duke vëzhguar lëvizjen e rrugës. Pastaj, Marina nxori nga xhepi një origami të vogël, një zog blu, si ai që Artani i kishte bler asaj atë natë. Ajo ia dha atij. E bëra duke menduar për ty për të kujtuar se nga kemi ardhur. Artani e mori zogun me kujdes, sikur të ishte gjëja më e çmuar në botë. Dhe, në një farë mënyre, ishte. Përfaqësonte gjithçka. Udhëtimin, luftën, shpengimin. Përfaqësonte dashurinë e një babai dhe një bie që u takuan në momentin e duhur, edhe kur gjithçka dukej e humbur. Faleminderit, tha Artani, me zërin e mbytur. Ata u kthyen në shtëpi duke ecur, krah për krah, duke folur për planet për institutin, për fëmijët, për të ardhmen. Nuk kishte më frikë, nuk kishte më hije që i ndiqnin. Vetëm siguria se, së bashku, ata ishin të aftë të përballonin çdo gjë. Atë natë, tashmë në shtëpi, Artani pa nga dritarja e apartamentit. Ai vazhdonte të jetonte në të njëjtin vend, në La Prah. Mund të ishte zhvendosur, të kishte bler diçka më të madhe, më komode. Por ai apartament ishte i veçantë. Ishte vendi ku gjithçka kishte rifilluar. Ku ai dhe Marina ishin bërë një familje. Dhe ai nuk donte ta braktiste këtë. Marina ishte në dhomën e ndenjes duke punuar në kompjuterin e saj, me siguri duke përmirësuar ndonjë aspekt të algoritmit Phoenix ose duke ndihmuar ndonjë nga fëmijët e institutit me detyrat e shtëpisë. Ajo ishte e palodhur, gjithmonë duke menduar për të tjerët, gjithmonë duke kërkuar mënyra për të ndihmuar. Artani pyeste veten se nga e merrte gjithë atë forcë, gjithë atë mirësi. Dhe pastaj kujtoi, ajo kishte kaluar pjesën më të keqe të jetës dhe kishte dalë në anën tjetër pa e humbur njerëzillëkun. Kjo e bënte të veçantë. Artani u ul pranë saj. Duhet të pushosh. Është vonë. Vetëm 5 minuta, tha Marina, pa i hequr syt nga ekrani. Artani buzëqeshi. Ai e njihte tashmë atë përgjigje. 5 minuta gjithmonë bëheshin një orë. Por atij nuk i bëhej vonë. Të shihte Marinën kaq të përkushtuar, kaq të apasionuar pas asaj që bënte, ishte frymëzuese. Marina, tha Artani, pas një momenti. Dua vetëm të dish diçka. Ajo më në fund e pa. Çfarë? Ti më shpëtove. Atë natë, kur të gjeta, unë isha i humbur. Pa drejtim, pa shpresë. Mendova se kisha ardhur të ndihmoja, por në të vërtetë ishe ti që më ndihmove. Ti më dhe një arsye për të vazhduar. Ti më tregove se kishte ende gjëra të mira në botë. Marina mbeti në heshtje, duke përpunuar fjalët. Pastaj, ajo u ngrit dhe e përqafoi Artanin. Ne e shpëtuam njëri tjetrin. Dhe ishte e vërtetë. Ata nuk ishin vetëm baba e bi. Ishin dy shpirtra që u takuan në momentin e duhur, që u plotësuan, që u forcuan reciprokisht.
Dhe së bashku, ata kishin ndryshuar jo vetëm jetët e tyre, por edhe jetët e qindra njerëzve të tjerë. Vite më vonë, kur Artani ishte tashmë një zotëri me flokë plotësisht të bardhë dhe Marina një profesoresh universiteti dhe kërkuese e respektuar, ata ende e kujtonin atë natë me shi. Kryqëzimin ku filloi gjithçka. Origamin blu. Vendimin që ndryshoi gjithçka. Marina nuk u martua kurrë, nuk pati kurrë fëmijë biologjik. Por ajo kishte qindra fëmijë në institut, fëmijë që i ndihmonte, i orientonte, i donte. Ajo thoshte se misioni i saj ishte ky, të mbillte fara shprese në toka ku askush nuk besonte se diçka mund të rritej. Artani jetoi deri në moshën 78 vjeçare. Vdiq në gjumë, i qetë, pa dhimbje, pas një jete që ai e konsideronte të plotë. Në funeral, Marina nuk qau. Ajo vetëm i mbajti dorën babait për herë të fundit dhe i përshpëriti, faleminderit për gjithçka. Faleminderit që ndalove atë natë. Dhe pastaj, ajo vazhdoi punën. Sepse kjo ishte ajo që Artani do të donte. Që ajo të vazhdonte përpara, të vazhdonte të ndihmonte, të vazhdonte të bënte diferencën. Instituti Phoenix ekziston edhe sot. Ka ndihmuar mijëra fëmijë, ka formuar breza të rinj brillant që ndryshe do të kishin mbetur të padukshëm. Dhe gjithçka filloi me një gjest të thjeshtë, një burr i thyrë që vendosi të blinte një origami nga një vajzë në shi. Njerëzit e pyesin Marinën ndonjëherë se si arriti të kapërcente gjithçka që kaloi. Si u bë ajo që është? Dhe ajo gjithmonë përgjigjet njësoj, unë pata dikë që besoj tek unë kur askush tjetër nuk besonte. Dikë që më tregoi se unë kisha rëndësi. Dhe kjo bëri gjithë diferencën. Historia e Artanit dhe Marinës nuk ka të bëjë me paratë e rikuperuara apo mashtruesit e dënuar. Ka të bëjë me shpengimin. Ka të bëjë me atë se si një takim i rastësishëm mund të ndryshojë rrjedhën e jetëve. Ka të bëjë me atë se si dëmshuria, guximi dhe besimi në atë që është e drejtë mund ta transformojnë botën. Dhe kur njerëzit e pyesin Marinën se cili ishte mësimi më i rëndësishëm që ajo mësoi, ajo buzëqesh dhe thotë që numrat nuk gënjejnë kurrë. Por që dashuria, mirësia dhe shpresa janë formulat më të fuqishme që ekzistojnë.